Do vemi një spak, kush del Orzdado. Orzdado. Do njeriu që nuk di të bëj asnjë lloj hetimi. Apo hetimin ndaj Erjon Veliës e qau. E qau në mënyrë të atill që tash do qaj veten. E kupton? E mban mendi që sekondën e parë, çfarë kam thënë unë, që nga këta të dy, një zot e di kush është më i korruptuar. Atë kam thënë kështu. Ashtu dhe. Po qarkullojnë lajme që sikur Erjon Velia mund dali tani. Mund të lirohet Shiko, nga ky gjykimi që po bëhet. Ky nuk është vendi çudirave, ky është vendi marrëzirave. Shkallë tjetër komplet. Nuk është vendi çudirave ky. Ky është vendi marrëzirave, këtu çdo gjë do të. Tash ti kam dëgjuar që dje nga gjyqi për Monika Kryemadhin me Tiamën më tash, do të vendoset 7 vjet burg për Tiamën e Monika Kryemadhit, po s'do bëj asnjë ditë burg se do të kalojnë në shërbim prove. Ç'do të thotë? Ç'do të thotë shërbim prove, ç'do të thotë? Po çfarë? Po çfarë? Ore ti e di që nuk kanë pushtet ata, nuk kanë moral që të dënojnë njeri. Nuk kanë moral ata, janë vetë të përlyer. Si po tallin me Janë të përlyer orti çun, janë të përlyer. Ilir Meta është njeri i fuqishëm nga ana e pasurisë, e lidhjeve ndërkombëtare, e njerëzve që ka këtu, zvenc ministrin e brendshme e ka njeriu e vet, veglën e vet, drejt, domethënë shteti i Edi Ramës është praktikisht shteti i gjithëve. I Saliut, i Ilirit, i tërve. Këtyre krye kriminalëve. Ata lozin me njëri tjetrin. Lozin kur i stan timive gjithë tjerëve. Se kanë për gjafare. Dhe del një spak që gjasme duhet të bënte kërdin, e që bën? E të noj 7 vjetun, po do të kalojmë në shërbim prove. Po që drejt që do të thotë kjo shërbim prove. Do të thotë që ajo s'do vuaja si kokër dite. Do të thotë që ajo do qeshin e do tallet me ne dhe me ata. Ka që? Që doni me ajo? Dhe njerëzit donë spaku, po që spaku? Shko që shikoni atje të spaku. Qa ben? Asgje. Vitet të tëra, 7 vjet. Rogat mal. Prokurorët e spakut marrin 2 fishin e këtyre këtu, 3 fishin e këtyre këtu. Dhe s'bën asnjë kokër leku punë.